Profesor Bujar, mirë se erdhe në Oral History Lab, një laborator ku për krijimin e tij kontributi juaj është jashtëzakonisht i madh. Mas pari kisha pas qef me i dëgju një 2-3 fjalë për laboratorin e Oral Historisë, pikërisht prej juve. Ka lind ideja, cilat kanë qenë vështirësitë deri në realizimin e këtij laboratori, edhe qysh Oral Historia tashmë është pjesë e pandashme e programit të departamentit të historisë. Po faktikisht ka qenë iniciativë e imja që lëndën e historisë gojore, apo oral history në aspektin internacional të si quhet, ta fusim si pjesë të kurikulës programit bachelor në histori, dhe tani po bëhen thuajse 10 vite që është futur në programin e historisë bachelor. Shpresojmë që për vitit tashëm këtë lëndë ta bëjmë obligative, sepse deri tash ka qenë lëndë zgjedhore dhe jo të gjithë studentët, si të theme, kanë zgjedhur për faktin se ka disa angazhime që duhet i bëjë secili student për ta arritur, për ta kaluar këtë kurs. Ideja ka qenë që në të trendet bashkëkohore të zhvillimit të shkencës historisë është e pamundshme të zhvillohet në rast se ne nuk fusim edhe grumbullimin e burimeve, siç janë burimet gojore, për ta pasuru historinë edhe për ta pasuru të vërtetën historike për shumë çështje, për shumë ngjarje. Sidomos vendet të cilat, si të them, kanë qenë në okupime të gjatë, ku zhvillimi i arsimit, zhvillimi i demokracisë ka ngecë, madje prodhimi i historisë në konceptin e asaj që është zyrtare e shtetit, qoftë shtete imponuese që kemi bërë pjesë ne, shpesh nuk e ka paraqitur të vërtetën për shumë çka, qoftë për ngjarje historike, qoftë për figura historike, dhe historia gojore faktikisht si disiplinë e historisë na ndihmon shumë neve që ta pasurojmë historinë me të vërtetën historike, me ata që në një farë mënyrë të them kushtimisht i ka harruar historia, dhe kjo është, si të them, ajo ideja që ne kemi futur në plan program. Mandej kur t'ju shpjegosh studentëve nga aspekti teorik se çka është historia gojore, si procedon, si ka filluar e tjera, nuk ke mekanizma se si ta realizosh në praktik, thjesht është një ngecje shumë e madhe. Prandaj krijimi i History Lab ose laboratorit të historisë për ta zbatuar në praktik historinë gojore është diçka që e kompleton kurikulën e historisë, qoftë nivelit bachelor po edhe master, sepse në histori gojore mund të procedojnë edhe studentët e niveleve tjera, sepse burimet gojore janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të vërtetën historike, dhe jo vetëm te historia, po edhe te studentët që vijnë nga programe tjera, nga departamente tjera, qoftë antropologjia, qoftë sociologjia, psikologjia e tjera, dhe apo gazetaria. Dhe për këtë arsye History Lab do të jetë, si të them, një hapësirë ku shumë kush mund ta zhvillojë këtë disiplinë. Pra, e përmendet shumë mirë ajo çka është përparësi edhe e historisë gojore, po edhe laboratorit të oral historisë, është fakti se i angazhon drejt për drejt studentët jo më në mësimin e historisë, mirë po në shkrimin e historisë, për asoj se çka e dëgjojnë prej intervistuesit. Padyshim që kjo iniciativë e vën në pa, e përmendet edhe ju, historinë e pathënë, pra të aty në zërave të cilat janë të harruar qoftë nga historia zyrtare, apo janë të ndaluar për shkak të imponimit të një X apo Y sistemi. E përmendet që dikur ka qenë lëndë zgjedhore, dhe unë e mbaj mend shumë mirë prej kohës kur kam qenë student, ka funksionu si lëndë zgjedhore, ka pas interesim, mirë po, siç e thatë edhe jo shumë të madh për shkak të punës në terren që e kemi bëu ne, që e kemi përzgjedhë këtë lëndë. Qysh ka evolu tash?
sepse u përmend programi i ri dhe kemi një tejkalim ose një jo tejkalim, mirë po një kalim nga statusi si lëndë zgjedhore në lëndë obligative dhe me sa e di është inkuadruar edhe në programin master. Po, do thot, fillimet kanë qenë, si të them, jo të lehta, për faktin se në vendet ku si Kosova, si kemi qenë në një okupim të gjatë ku historia është servu zyrtarisht nga pushtuesit ose ata që kanë qenë funksion të administratës, për shembull të kaluar, si po themi, të sistemit komunist, burimet gojore i kanë trajtu me përbuzje për faktin se historia ka qenë dashur të shkruhet mbi konceptin e asaj ideologjie socialiste komuniste dhe për këtë arsye janë përgoju ose janë quajtur si pralla ose tregime të pavlera dhe në këtë mënyrë kanë tentuar me hup efektin e tyre. Ne e dim, domethënë, atë që lexojmë dhe studiojmë, unë për këtë kam bërë edhe libër vetëm për historinë gojore. Në start të staja është marrë me përqeshje, mandej qoftë edhe titulli i historisë gojore dhe më vonë është kuptuar se ne duhet të ecim tutje me këtë sepse kemi të vërtetat që mirën nga dëshmitarët të gjallë të historisë, ngjarjeve, proceseve të caktuara kanë vlerë të jashtëzakonshme dhe ne kur thash kemi jetuar në një kohë të gjatë të okupimit, historia zyrtare nuk na paraqet në shumë raste të vërtetën me asaj që ka ndodhur, ose viktimat që kemi qenë ne shqiptarët shumicë në qoftë nga regjimi i kaluar, qoftë luftën e fundit, nga koncepti i historisë zyrtare të shtetit pushtues, ne deformohemi ose cilësohemi me epitete të ndryshme dhe kush është e vërteta, do thotë në këtë rast është e vërteta dëshmitë e njerëzve të përjetues të krimeve, gjenocidit, masakrave e tjera. Dhe në këtë mënyrë këtu është e vërteta përmes këtyre burimeve. Evoluimi i kësaj discipline të historisë prej lëndës zgjedhore. Po ka arsye për faktin se ne kemi dëshmitar, sidomos të pjesës të historisë, po themi gjatë gjysmës dytë të shekullit kaluar dhe në këtë mënyrë ne du ta shfrytëzojmë këtë thesar i cili është nëpër popull, do thotë kujtesa, tregime, dhe të mos i lejmë ato të mblej harresa dhe të deformohet e vërteta. Prandaj është shumë e nevojshme që të zhvillohet me tutje edhe çdo studim që bëjmë për periudhën, për shembull, të historisë shekullit kaluar, gjysmës dytë, sidomos shekullit kaluar, kur mund të kemi dëshmitarë ende gjallë, du t'i bëjmë ata, du t'i marrim ata, du t'i xhirojmë ata, du t'i transkribojmë ato dëshmi tyre, edhe t'i bëjmë pjesë të historisë më tretë Kosovës, sepse aty gjendet e vërteta dhe aty gjenden shumë çka që nuk është thënë ose është thënë me qëllime të ndryshme për ta deformuar të vërtetën historike. Prandaj në këtë aspekt Departamenti i Historisë i ka kushtuar rëndësi të madhe kësaj. Unë e shoh që tani ka filluar edhe në nivel shtetëror, bëhen projekte, të mirën projekte edhe nga të tjerë, jo vetëm nga studentët e historisë dhe departamentit, që është diçka pozitive, por mendoj që kjo gjë duhet të vazhdoj dhe duhet të mbledhet kujtesa e popullit dhe të regjistrohet dhe të futet në dokumente, në libra të historisë, sepse aty është e vërteta për atë që çka ka ndodhur gjatë gjysmës dytë të shekullit kaluar. Po, është shumë e vërtetë kjo që historia gojore si disiplinë fillim është marrë me rezervat e saj edhe për shkak të subjektivitetit potencial që mund të ndodhë gjatë një dëshmie, mirë po nuk po du më ulshu në aspektin metodologjik, sepse këtu janë disa parime të cilat ne i kemi diskutu edhe gjatë ligjëratave se si duhet të testohet një dëshmi e një individi i cili intervistohet në kuadër të
një interviste përmes oral historisë. Pastaj ka filluar të kthehet në një trend ku sot ekziston edhe një organizatë e cila i mbledh pothuajse të gjitha departamentet që aplikojnë metodat e oral historisë, do të thotë një organizatë me një renome mjaft të madhe në nivel botror. E përmendet shumë mirë që kjo lun një rol shumë të madh në kujtesën historike, në mbledhjen e kujtesës historike të një populli. Dhe për me përmbyll ndoshta këtë intervistë informuese, ndoshta për ata që nuk e dinë, cilat kanë qenë sfidat e para të këtij laboratori, sepse ne të dy të dimë që i kemi pas disa sfida dhe tek tash kemi filluar pak a shumë me te kalu këtë periudhë, dhe duhet që institucionet shtetërore në këtë rast nga ekzekutivi, legislativi të, si të themi, të stimulojnë më shumë projekte që ndërlidhen me oral historinë. Po sfidat padyshim që ato aspektet materiale ku institucioni vet universiteti në disa vite ka bërë derisa e ka kompletuar me këtë pajisje. Ju shihni edhe tani ne marrim me një zyre shumë të vogël, që nuk është faktikisht e pajisur me tërë atë infrastrukturën që do të pajisej një studio, si të them, e inqizimit, të burimeve, dëshmive. Dhe në këtë aspekt, por e kuptojmë që çdo fillim është i vështirë, por unë mendoj që edhe Departamenti i Historisë edhe laboratori i historisë mund të aplikojnë dhe të bëjnë projekte serioze që të zhvillohet në kuadër të fushëve veprimtarisë së tij dhe të gjeneroj fonde të cilat mund të jenë ndihmës shtys për zhvillimin edhe kompletimin e komplet asaj infrastrukturës dhe trajnimeve speciale që duhet i bëjnë aspektet që më ata stafi teknik për realizimin pa probleme të kësaj veprimtarie. Por përveç kësaj ne duhet mendoj të përgatitemi edhe të zhvillohemi që këto të bëhen edhe jashtë asaj që është aspekti teknik i History Lab, këtu në Fakultetin Filozofik, që duhet të dalim në teren, se jo çdo herë ne do të arrijmë që ata që janë transition për t'i marrë dëshmit nga ata që do të vinë këtu, por duhet t'i kërkojmë atje, në burim, në vende nga vinë, edhe mendoj që laboratori duhet jetë, si të them, i ndërtuar dhe i përgatitur me pajisje të tilla mobile që ne mund t'i realizojmë këto intervista dhe mbledhjen e këtyre burimeve edhe në teren. Po, padyshim, ne ju falenderojmë juve edhe për idenë, ndërsa universiteti megjithatë ka për shkak të sfidave të ndryshme buxhetore ka shku drejt kompletimit ky laborator dhe i gëzon fatmirësisht disa pajisje mobile me cilat ne kemi diskutuar me i vendos studentët në teren në mënyrë që me mujt me mbledh intervista prej personave që ne mund t'i fusim në projektet tona kërkimore në mënyrë që me mbledh kujtesën kolektive. Profesor, unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në këtë intervistë. Nëse keni diçka për me shtu për fund për laboratorin dhe oral historinë, ju ftoj ta bëni. Jo, ju uroj sukses edhe juve, edhe të gjithë stafit që keni filluar. E kuptoj se çdo fillim është i vështirë, por ne duhet të ecim tutje. Në atë që kemi bërë vetëm teoretikisht ose me mjete personale të xhirimit, tani mund bëhet edhe në aspektin profesional. Dhe unë shpresoj që nga viti i ardhshëm kur lënda do të futet si obligative, gjithë studentët do të obligohen që në një farë mënyrë konceptin praktik të punës së tyre ta realizojnë edhe në laborator tonin dhe në teren po ashtu. Dhe kjo do të ndihmojë shumë në rand parë në të kuptuarin e burimeve që janë burimet gojore si një element shumë i rëndësishëm, po edhe në dallimin e këtyre burimeve të tjera, po edhe në ikjen e atij shpesh asaj subjektivitetit që mund të haset dhe thot gjatë grumbullimit këtyre dhe në aspektin teorik ata e dinë se si veprohet, po edhe në aspektin praktik duhet i aftësojmë dhe History Lab është diçka që do ta bëj këtë në vitet në vazhdim. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.